Dëgjues të Radio Duka Gjinit, rikthehemi në studio, vazhdojmë tutje me Nightcast, emisionin e natës ditës së hënë. Ashtu siç ju njoftova në pjesën e parë të emisionit, sonte do të flasim për klubet e Rotaris, të cilat janë klube të vullnetit të mirë të njerëzve, të cilët mblidhen për kauza të mira, me ndihmë komunitetit, shoqënisë, njerëzve. Edhe në Kosovë i kemi klubet tona e në studio e kemi guvernatoren e distriktit të Rotaris për Kosovë dhe Shqipëri, që e ka emrin Florentina Dushi. Mirë se erdhe, mirë mbrëma. Faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi që me juve sonte edhe me fol për Rotari. Është vërtet që je gruaja e parë që e mban këtë pozitë në këtë distrikt. Shumë e vërtet. Deri më tani s'ka pas asnjëherë asnjë femër. Jo, për shkak se është viti i tretë që na jemi si distrikt, ka në Kosovë që 20 vite është Rotari, Shqipëri që 30. Mirë, po kemi kemi me kohë të gjatë si vende të cilat nuk kanë qenë distrikte. Okej. E distrikti në realisht çfarë kupton distrikt është që anëtarët e përbëjnë klubin, klubet e përbëjnë distriktin. E Shqipëri dhe Kosovë është distrikti që e themelu vitin Rotarian 2024-2025. Edhe si vjetë është zyrtarisht viti 3 neve si distrikt dhe po jëm gruaja e parë në këtë pozitë. Urime të shkof në bare. Faleminderit. Sa është mandati i një guvernatori? Është 1 vjeçar. Se është me rotacion. Po. Edhe do të thonë që në kupton Rotari kemi rotën. Po. Edhe që gjithçka sillet. Dhe kjo është e mira që do udhëhecit edhe në klube, edhe në distrikt gjithmonë ka rotacion, edhe është mandat 1 vjeçar. Fillimisht tregona çka është qëllimi i klubeve të Rotaris. Unë e shpjegova pak a shumë në pjesën e parë të emisionit, edhe historinë, edhe për çfarë arsye është krijuar, edhe çka shërben nëpër botë. Tregona për tena, edhe pastaj rolin e guvernatorit. Realisht me qenë rotarian nuk kupton me qenë filantrop. Do të thonë me identifiku nevoja që në komunitet, edhe me shërby që zakonisht në Rotari thut me shërby për te vetes, do të thonë me shërby me diçka me ndihmu komunitetin. Tash një karakteristike e Rotari në përgjithësi, Rotari ndërkombëtar është që i ka përcaktuar 7 fusha të ndryshme, në kuadër të cilave mund me zhvillu shumë projekte. Njëra prej fushave është me ndihmu nanën dhe fëmijën. Një fushë tjetër që zakonisht mund me qenë projekte të shëndetësisë. Një fushë tjetër është që është për shembull infrastruktura në ujë, zakonisht janë projekte të sanitarisë, sepse kemi shumë vende të cilat munden ose pas infrastrukturave mjaftueshme. Një fushë tjetër është edukimi. Kemi fushën e ndërtimit të paqes, zhvillimit ekonomik edhe të ambientit. Dhe realisht, ne duhet me identifiku se çfarë nevoje ka komuniteti, edhe në kuadër të këtyre fushave, do të me zhvillu projekte të caktuara. Tash si rotarian, mundemi me ndihmu jo gjithmonë vetëm në mënyrën financiare, mundemi me ndihmu edhe me ekspertizën, sepse me qenë çka nuk kupton në rrjetin rotarian, ose jemi profesionistë të fushave të ndryshme. Edhe diçka që na ofrojmë si shërbim, që dikush për shembull një trajnim të caktuar, nëse ne punojmë atë punë, në është pjesë e profesionit ton, si rotarian mundesh me nda me grupin e të rinjve, për shembull me bën një mentorim pa pagesë. Edhe kjo është një mënyrë që ti po e ndihmon një grup të caktuar. Po normalisht që ka edhe shumë mënyra tjera të strukturuara qysh krijohen projektet, edhe njëra prej këtyre fushave janë grantet globale. Edhe atë që na nuk kuptojmë me grante globale, është bashkëpunimi me klube tjera ndërkombëtare, në cilin do shtet në Evropë, në Amerikë, kudo të fakt realisht në botë, të cilin ti mundesh me zhvillu një projekt i cili në minimum duhet me qenë $30,000 dhe ti vazhdon e zhvillon, dhe është një projekt më afatgjat. Mund të jetë 6 muaj spaku, 9 muaj ose 1 vjet. Do të thonë dhe kjo zakonisht janë këto projekte të cilat mandej ndikimin e kanë më të madh në komunitet, edhe mundet me kriju një ndikim që është më i qëndrueshëm. Një lehtësim ose një diçka për shembull, po du me përmend pak ka shumë projektin e fundit që ka qenë në Gjakov, një shteg vrapimi që është kriju prej klubit të Rotaris. Po realisht është një prej projekteve cili është po thosë në përfundim për të realizuar domethënë si projekt, se është identifikuar që Gjakova është një qytet që nuk ka shteg vrapimit publik. Edhe njëri prej klubeve të Prishtinës ka bashkëpunuar me një klub në Gjakov, sepse Gjakova ka 2 klube rotariane dhe do të thënë është zhvilluar si një ide. Tash një pikërisht në këtë rast, për shembull, ka qenë ideja, edhe mandej rotarian, të cilat janë me arkitekt me profesion, e kanë dizajnuar tërë projektin pa pagesë. Edhe normalisht, edhe do të thënë dhe kanë vazhduar procesin matutje për ta zhvilluar. Dhe kjo është do të thënë një gjë shumë e mirë. Nëse më me përmend fjala edhe një rast tjetër, se kemi një përshëndetje prej klubeve të Prishtinës,
Ka marrë grant prej ambasadës japoneze dhe ka ndërtu është në fakt në përfundimet e sipër ndërtohet qendra e trajtimit me jod në mjekësi nukleare për të gjithë personat e cilët kanë kancer të tiroides. Dhe ky është një projekt shumë i shtrenjtë për të dizajnuar dhe si projekt. Dhe normalisht njëri prej arkitektëve i cili do të thënë është shumë i njohur në Kosovë që bën projekte në fushën e mjekësisë e nuk ka qenë rotarian dhe ka zhvilluar nëse më përmend edhe emrin Baton Arifi, i cili ka zhvilluar fillimisht projektin dhe ka qenë një dhuratë për klubin tonë si projekt. Dhe ka thënë që këtë e keni prej meje, një dhuratë për shkak të përvojës së gjatë të batonit në këtë fushë. Dhe na ndërkohë është ky klubi, do të thënë klubi i Prishtinës se ka fituar këtë grantin, mandej është kërkuar një mbikëqyrës i terrenit për me u bë ndërtime. Dhe na tash aty kemi gjetë një Anjeza Ala, e cila është inxhiniere dhe inxhiniere ndërtimi dhe ajo është shfaqur në mënyrë vullnetare për ta bërë mbikëqyrje. Dhe realisht gjatë fazës së tillë, do të thënë kur është implementuar projekti, është ndërtuar apo është në proces është në fakt në proces të përfundimit, dhe sa për 2-3 muaj përfundohet. Kjo është një dhomë, po ka shumë karakteristika për shkak të mbrojtjes së shëndetit publik nga rrezatimi, sepse është një projekt shumë i ndjeshëm. Dhe është i pari në Kosovë realisht, nuk ekziston në qendrën klinikë universitare. Lajm i mirë. Shumë lajm i mirë, dhe kur e kemi publikisht lancimin gjithsesi që kemi me uftu aty. Por çka ka ndodhur për shembull Batoni dhe Anjeza e kanë pa punën që e bojnë rotarian edhe e bën rotarian E kjo është e mira domethënë në këtë rast se ti ke gjithmonë profesionist, po në anën tjetër ka shumë persona që prej jashtë nganjëherë nuk e di se çka bëhet brenda. Edhe momentin e tillë kur e shohin punën, vendosin me do të thënë me u bë rotarian. Tash për neve si rotarian nuk kupton është një burim shumë i mirë. Se muj me vazhdu me zhvillu projekte të tilla sepse veç i kemë personat adekuat. Florentin shumë projekte të mira, shumë lajme të mira, peshoka ka shkuar në rruga e juaj. Cilat janë disa prioritete tjera që i keni ju gjatë këtij mandati që keni me realizuar? Para se me dalte kjo pyetje më fal Gend, vetëm po du me bëni në pyetje, te pyetja jam, antarët e Rotary Club nuk fitojnë kur gjë. Është punë vullnetare, apo? Bërë me qaru për publikun, me ditë që kush bëhet antari i Rotarys, ti kime dhonë, nuk kime prit me marë kur gjë prej saj. Realisht po, kjo është një punë vullnetare, është angazhim vullnetar, por realisht për të bërë antar është një pagesë shumë simbolike, në që normalisht për shpenzime operacionale, shumë e kuptueshme, mirë po. Duhet me unisë një aspekt tjetër, është se ne si qytetar të vendit dhe të botës, duhet me ja kthy të mirën mbrapa në komunitet. Edhe për me qenë rotarian është njëra prej mënyrave që shmosh me kthy të mirën edhe kontributin mbrapa në komunitet. Por kur je pjesë Rotary, kur je rotarian, pjesë e rrjetit të rotarianëve, atë normalisht që ke shumë do të thënë mundesh me kriju me njoftu profesionistët, të cilët ty nuk të ndalohet nëse ti do me bë biznes me personat të cilët ty përshtatet ose me bë një partneritet. Prandaj do të thënë përfitimi tjetër i cili është për neve, për pas përmbushjes që ndihmojnë në komunitet, je pjesë një rrjeti shumë prestigjioz në Kosovë, Shqipëri në këtë rast, po në krejt botën, sepse kur ti je rotarian, kujdo mund t'i qasës, edhe pyet mas parja je rotarian, edhe është shumë alet për ta filluar komunikimin. Sa është i zhvilluar ky rrjeti te na në Kosovë Rotary? Na jemi në Kosovë dhe Shqipëri, jemi 1000 rotarian, do të thënë 46 klube. Dhe përderisa gjithmonë jemi në numra që na duhet me rrit antarësinë, sepse sa më shumë që rrisim antarësinë e krijon stabilitetin, edhe ki potencial më shumë për të zhvilluar projekte. Po për shembull në botë fjala Gjermania ka 60.000 rotarian, keni parasysh. Dhe do të thënë ka gjithmonë hapësirë. 1.4 milion në krejt botën, 46.000 klube. Pra ndër prioritetet e Rotaryt është edhe muzgjerum. Është më zgjeru, se ka dhe Rotarakt, që jenë të rinjët rotarian, 18+. Unë jem në pjesën e të vjetër. Ne jemi rotarian, ta më. Ne jemi rotarian, po janë edhe klubet Interakt, edhe klubet Interakt janë fëmijët prej moshës 12 deri në 18, që është në shkollat mesme, na i kemi 5 klube, 3 në Kosovë, 2 në Shqipëri.
Ashtë pyetja jote, se më fal që ndërpreva se unë deshta tash gjatë mandatit tuaj një vjeçar, thatë që është mandat, çka ka tjetër, çka keni plane tjera të cilat mendoni që Tu po. Po, nuk kanë shkalot. Realisht domethënë dy qëllimet do të thënë si udhëhecën në këtë vit, i kam pas janë dy qëllime kryesore. Njëra është mas pari se na kemi edhe fondet tona, dhe do të thënë linja të caktuar të fondeve në kuadër të Rotary ndërkombëtar dhe si distrikt, do të thënë kemi arrita kemi do të thënë një rotarian nga Kosova, përkatësisht nga klubi i Gjakovës, doktor Agron Abrashi, i cili është bërë pjesë i rrjetit Arsh Klamf dhe shoqëria Arsh Klamf në fakt është grupi më i lartë i rotarianëve në botë, i cili do në kupton një donacion për $250,000. Se pas në këtë informacion. Dhe kjo është informacion shumë i ri, do të thënë prej hanës së kalume, është informacion shumë i ri. Të cilin ne do të thënë kemi bërë vetëm si një lansim të thjesht, po gjatë gjithë vitit do ta kemi një festë më të madhe, se kjo është një arritje shumë e madhe, se kjo nuk kupton që na edhe duhet ta kultivojmë për të gjithë ata të cilët kanë mundësi filantropinë, se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe për mua do të thënë njëra prej qëllimeve është dhe stabilizimi financiar i distriktit, do të thënë që është pjesë operacionale, por kjo përkthej gjithmonë në projekte realisht. Po në anën tjetër fokusi im kryesor është puna me të rinjët dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Çka nuk kupton? Për shembull do ta zhvillojmë një projekt i cili ka të bëjë me garat në robotik në mjeksi, në fushën e mjekësisë. Do ta kemi një projekt që të jemi të kyçur në 6 shtete, ku do të kemi gara lokale dhe të rinjët do ta zhvillojnë një robot i cili ka me i pastru enë të gjakut nga qelizat kancerogjene. Dhe kur përfundojmë këtë gare, dhe në këtë rast kemi një studente nga Kosova e cila ka fituar një bursë të Rotary në Georgia State, në shtetin Georgia në SHA, dhe studion atje. Dhe tani ajo do të thënë po bashkëpunon me neve ta ndërtojmë këtë projekt. Dhe së fundi do të thënë të rinjët në Praver do ta marrin garën ndërkombëtare do të thënë në Georgia Tech, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kjo është do të thënë për mua një gjë shumë e rëndësishme, sepse çka do të thënë që ne të mrim në këtë vit rotarian, është të inicojmë projekte të cilat në të ardhmen mundën me sjellën në një të mirë në tërë njerëzimin edhe komunitet, e jo gjithmonë të jemi vetëm reaktiv. Dhe zakonisht do të thënë për mua do të thënë këto projekte të tilla janë projekte që sjellin inovacion dhe mundën me leju hapësirën e përparimit edhe për neve si shoqëri. Asnjëherë nuk anashkalohet edhe ndihma jon le të themi e përditshme, e cila ka të bëjë kryesisht për të ndihmuar ato grupe të cilat janë të cenueshme. Ne punojmë shumë dhe do të kemi po ashtu fokus në punën tek fëmijët dhe edukimi i fëmijëve, e posaçërisht fëmijëve të cilët janë me autizëm. Kemi pas disa iniciativa në do të thënë në 6 mujorin e parë të këtij viti, e tash unë këto ku vazhdu të zgjeroj në grante më të mëdha, ku ne dim që për shembull në Kosovë të gjithë fëmijët të cilët janë me autizëm fatkeqësisht njëri prej prindërve duhet ta lënë punën dhe të kujdeset. Sepse nuk është integrimi i mirë në shkolla e nuk po flasim për fëmijët të cilët i mbushin 18 vjet. Kështu që kjo për mua do të thënë do të jetë një fokus, sepse realisht do të thënë çka ne u kemi bërë është që fëmijët ta kenë të drejtën e barabartë në shkollim. Normal. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi mes juve dhe institucioneve dhe sektorit privat? Ndoshta keni bashkëpunim dhe kështu prekshëm. Shumë kemi gjejmë gjithmonë gatishmëri për sektorit privat, realisht në kretë mbrëmjet tona. Ka plot anëtar që udhëhec të bizneseve nga sektori privat. Po në anën tjetër edhe kur kemi mbrëmje që do të thënë që mbledhin fonde, atëherë kemi edhe shumë biznese të cilat nuk janë rotariane, por neve na mbështesin. Do thënë kështu që kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe normalisht që gjatë këtij viti veç kur fillu bashkëpunimin me shumë institucione që ta kuptojmë që Rotary realisht është organizatë filantrope, por është edhe është donatore. Dhe duhet ta merr një pozicionim më strategjik, sepse ka shumë nevojë, do të thënë shumë sene që ka nevojë me u bë njëjtë si në Kosovë si në Shqipëri, por në anën tjetër, do të thënë sa më afër që jemi institucioneve, është edhe shumë e lehtë për të zhvilluar projekte dhe për të sjellë donacione prej vendeve tjera. Sa është e rëndësishme miqësia brenda Rotaris, brenda klubeve? Po tash normalisht që na mujmë bë mirë kur njihemi mirë. Po. Shumë e vërtetë. Kështu që kjo është e bukur atë që kemi shumë klube. Po jo, domosdoshmërisht ju ngrit shok aty. Ja, ose shok e shoqë, po. Jo, normalisht që jo, po kryesore është respekti është mbi të gjithë baza kryesore. Po pse po them që më uni mirë është se është shumë e rëndësishme me pas harmoni në klub. Edhe kjo është më e mira që ne kemi
shumë klube të ndryshme që gjithkush ku qysh ndihet mas miri bëhet antar. Po çka neve na mungon dhe kam qenë do thënë pjesë të cilën unë kam pjesë të planit këtë vit është që me kriju klube në bazë të interesimeve ose hobive të caktuar. Okay. Se për shembull ka shumë raste kur njerëz të një profesioni e din që mundën me zhvillu disa projekte për shkak se ato shumë lidhen me idetë e përbashkëta që i kanë, edhe me themelu një klub të tillë. Edhe kjo e fuqizon një fushë. Për shembull, nëse mjekët bëhen në një fushë, ne dimë që ai klub pastaj merret me fushën e mjekësisë dhe projektet prej tyre që vijnë kryesisht për mjeksi. Po kështu që normalisht që gjithmonë është ai parimi që na mundemi me bë mirë veç momentin kur ndihemi mirë, kur respektojmë njëri tjetrin, por pjesa respekti është baza kryesore që e kemi realisht në klubet rotariane. Unë sa herë takohem me krejt antarët aty, ndihem shumë mirë edhe kalojmë mbledhja zgjatë për ndryshe për detaje për krejt juve. Zakonisht mbledhjet mbahen të mërkureve apo? Qysh kur vendos klubi po e mërkurja apo duket një ditë shumë e përshtatshme. Po. Një orë zgjatë mbledhja kryesisht diskutohen temat ose projektet çka kanë me u bë, ose kush çka ka me ndihmu, çka ka me marrë përsipër, edhe pastaj pjesa tjetër është qef edhe arktim. Pikërisht. Ka raste kur kemi edhe klube e-clubs, klube të cilat mund taku dhe online. Po, elektronike. Po. Për shkak se janë klube të cilat që mos më do thënë ka dikush për shkak të kohës, se ka shumë atlet mund të më dhanë edhe një kontribut, po shumë e vërtet. Realisht për shkak se unë edhe për shkak të punës profesionit tem që e kam, gjithmonë jemi rrethuar me njerëz, edhe ka momente të caktuara kur do thënë mundet me u dukë ngarkesë. Po do them drejtën, unë me shumë qejf shkoj në takimin e klubit në Rotary se çash është relaksuese. Po. Dhe një qesen tjetër ose çka na do ta bëjmë si rotarian është që zakonisht edhe festat e kemi shumë të mira, se është shumë e rëndësishme që kur arrijm sende na dhe i festojmë shumë mirë. Po. Kështu që e përmende më herët çështjen e leadershipit për dëgjues të më tregu që përveç angazhimit tuaj në Rotary jeni edhe ekspertë zhvillimit organizativ ose burimit, menaxhimit të burimeve njerëzore apo sot kanë ndihmu kjo, sot kanë ndihmu Florentin kjo që kjo provojë që e ki si në leadership tash edhe në udhëheqjet e Rotarit. Realisht shumë, se normalisht çka është me rëndësi në Rotary kur je në pozitën udhëheqëse është menaxhimi i marrëdhënieve me gjithë, përpas përfaqësimit të distriktit jashtë, do thënë distriktit. Mirë po, do thënë nga një ndikimi është i ndërsjell. Për shkak se mënyra si qysh udhëheqi edhe në kompaninë që e kam, është punë me lidhën drejt për së drejt me punën, edhe gjithmonë jemi të arrit objektiven. Përderisa edhe në Rotary kemi objektiva në distrikt, po këtu udhëheq vullnetar, të cilët veç e kanë një profesion. Edhe mënyrën që duhet me komuniku është gjithmonë shumë e ndryshme. Kështu është një lloj momenti që mëson të shkatësit reja të udhëheqjes. Domethënë shtojnë disa cilësi që duhet mi pas një lider. E vërtet është, po. Është e vërtet edhe po normalisht do thënë mua më ndihmon shumë ajo për shkak se punoj në burime njerëzore dhe jem konsulente jashtëpe kompanive edhe gjithmonë i shoh dy perspektiva. Edhe në pozitën e neutralitetit. E njëjta më ndodhet tash në si guvernatore. Do thënë mua me pa perspektiva shumë të ndryshme, e për mua jashtëzakonisht e rëndësishme unë mos me anu nga njëra anës e tjetër. Do thënë në këtë rast. Por rotariantë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë jemi jashtëzakonisht njerëz të mirë dhe të arritur, kështu që do thënë problematikat i kemi do thënë në minimum nëse më i quajt edhe zero. Por edhe do thënë për të qenë pozitë pavarësisht edhe kur udhëheq klub, ose edhe kur udhëheq distrikt, është shumë është një mënyrë tjetër se si duhet me udhëheq, për shkak se të gjithë jemi vullnetar. Por kjo për neve, do thënë atëherë në kupton, që është një moment edhe i rritjes personale dhe kur je udhëheqës në Rotary. Tash një pyetje për këtë që zakonisht mungojnë. Nuk vinë në takime, po për shembull. Ka penaltia. Jo, s'ka, por çka më thonë se unë e di që ka plot që mungojnë shpesh, por që kur është nevoja ata janë aty. Po. S'do më thonë edhe shumë nëse veç mungojnë shpesh apo kryesisht kontributin e japin.
Po. Realisht kjo ka të bëjë mandej shumë me stilin e udhëheqjes. Unë atë njëjtën gjithmonë kam thënë, unë i takoj klubit, jam antare në klubin Prishtina, po e njëjtën edhe kur kam qenë presidente e klubit, po ose tash e diskutoj, po edhe tash në distrikt. Për mu personalisht nuk luan gjithmonë shumë e rëndësi ai apo si aty, po ai merr përgjegjësinë për të kryer punën, sepse mundesh me qenë gjithmonë, edhe asnjë mos me kryer punën. Mos me bëu kur gjë. Mos e mani përgjegjësinë. Po normalisht çka është gjithmonë e rëndësishme është që janë disa momente ku në Rotary duhet jemi të pranishëm nëse është event më i madh i distriktit për me respektuar çfarë ndodhin ato gjatë sepse ju jeni me siguri gjatë jeni kështu të angazhuar shumë super në zonën me profesionet tuaja, po cilat janë ato momente që për një mes bën me për shembull është mirë, do të thënë nëse klubi ka një organizim, ka një lancim të projektit, ka një organizim të caktuar, ashtu të festu diçka me qenë. Nëse është një organizim në nivel të distriktit, kemi me pas një organizim në nivel të zonës. Zona në kupton distriktet që bashkohen, ne i takojmë zonës sistemi dhe jemi kryesisht shtetet e Ballkanit, do të thënë Evropa, komplet Evropa lindore, disa shtete në lindjen e mesme, do të thënë një numër shumë i madh i shteteve i takojmë zonës sistemi. Edhe një aktivitet kam marrë në Prishtinë, në zonën sistemi. Edhe normalisht që pritja, do të thënë edhe unë kam këtë rast si një distrikt mikpritës, nëse është veçimenti i distriktit, distrikt mikpritës, që pjesëmarrja është më e madhe neve që jemi këtu edhe në Shqipëri për shembull, ose është konferenca e distriktit, me fjala. Do thënë këtu janë momente të cilat është jashtëzakonisht do thënë rëndësishme për me qenë edhe prezant, sepse vjen edhe ai mbështetja morale që duhet m'ia dhanë, do të thënë diku tjetër. Ose na për shembull ka një vit që jemi takuar çdo herë të mërkurëve edhe ai moment ki nevojë për me pas atë njeri që ke pas çdo herë në mbledhje. Me pas. Është mirë me qenë në këto mbledhje. Mirë. Po duhet tash me bëni një pyetje për Florentinën për krejt dëgjuesit që janë me neve tash, edhe dikush që ndoshta s'ka dëgjuar më herët, edhe don me u bë pjesë e Rotaris. Çka duhet me pas, çka duhet me ditë ose çysh me u ofru me ardh edhe me u bë pjesë. Po realisht unë zakonisht unë që mbon me referencë. Të një mik, fjalë mas fjalë edhe kështu jam bashku. Referenca është gjithmonë. Po nuk do të thënë që do tash më bazu vetë referencë, mund të më na shkruajt në rrjetet tona sociale, që është Rotary 2485 Facebook, Instagram edhe në LinkedIn. Dhe edhe në faqe kemi edhe emailin, po këto zakonisht përcillen me rregull. Edhe mandej bëhet një takim i parë. Do thoni përcaktohet njëri prej klubeve me taku personi me i shpjegu se çka është Rotary edhe kërkohet me shku 3 herë në takime. Edhe do thënë që nuk kupton 3 javë me pa çka po ndodh në klub dhe gjithmonë edhe votohet, sepse një parim është ajo që kthehemi, çfarë është atmosfera në klub, do thënë duhet të votohet sepse nëse kemi raste kur dikush ka një mospërputhshmëri ose një spajton në diçka apo kanë pas një situatë të caktuar, atëherë do zakonisht personat referohen me shku në klubin tjetër sepse është shumë e rëndësishme me mbajt atmosfera e mirë. Kështu që kjo është çka, do thënë shumë thjesht duhet nuk ka nevojë me ditë shumë për Rotarin, se e kupton ndërkohë dhe shumë sende tjera mandej mëson brenda, më e rëndësishme është me pas vullnetin e mirë për me dash me kontribu në komunitet. A ka pas ndonjë udhëheqës ose kryeministër ose president që ka qenë pjesë e Rotaris? A ke këtë informatë? Antar Nderi, për shembull, klubet tona kanë presidenten Antar Nderi, se mund të qenë Antar Nderi. Antar Nderi kemi ish presidenten e Kosovës Ativete Jahjage, ish presidenten Vjosa Osmani, mbreti Prince Charles është Antar Nderi në botë. Po do të thonë është dhe realisht Rotarianët i kanë themelu Kombet e Bashkuara. Po, është e vërtetë. Dhe ka ulse në Kombet e Bashkuara. Po. Kështu që do të thonë është organizat me shumë, prandaj edhe ne bashkëpunimin me ato organizata i janë strategjike. Po një gjë çka do me thënë po ashtu është se Rotary nuk është një organizatë politike, që nuk kupton bashkunojnë shumë edhe me rajonin pavarësisht ndasive, nacionaliteteve që i kemi në këtë pjesën të bukur të Evropës të komplikume, me histori të gjatë të komplikume, dhe në këtë rast, do thani të i kalojnë pjesët politike, nëse ato bëhen pjesë e diskutimeve, atëherë gjithmonë është për neve në këtë rast për mu për shembull si guvernatore e distriktit Shqipëri-Kosovë, për ta menaxhuar situatën dhe mos me leju që aspekte politike më dalin në sipërfaqe. Ose me eskalu, se ka mundësi që dikush diskuton, po. E të them të drejtën, kjo nuk ka të bëjë vetëm me neve, sepse në sa më shumë që jemi evolvuar në Rotary,
unë nga një herë personalisht për shkak të angazhimeve jo gjithmonë i përcjellit lajme të shumë të rajonit. Dhe ka njerëz të intereson me ditë, po. Po këtu tash e kum kuptuar, domethënë çfarë dinamika tjera për të cilat unë s'kum qenë e vetëdijshme. Domethënë për disa dinamika të vendeve tona fshinje normal që jemi e vetëdijshme, po në disa tjera për mua kanë qenë informacione më distancume, dhe në Rotary kum pa që ata bashkëpunojnë, pa ata mes vete kanë aq tensione politike shtetet, saqë nganjëherë ndoshta s'mund të dalin njëjtë në fotografi. Për punën e përbashkët e bojnë. E kjo është më e rëndësishme sepse Rotary, do thënë konsiderohet që është ju konsiderohet po është për të ndërtuar ura e jo për të prish. Do thënë të tilla dhe në atë që e përmende për OKB-n, në vitin 1945, plot 49 antarë të Rotarys ishin delegat dhe konsulent në konferencën për hartimin e kartës së OKB-s. 49, domethënë se Rotary ka nisë shumë më herët. 1905. Po. 1905. Kështu ka filluar. Edhe është zyra është qenë një avokati apo ka qenë një avokat i cili e ka Paul Harris, po, 1905, i cili ka mbledh 3 shokë dhe arsyeja pse i ka mbetë emri Rotary se janë taku me rotacion. Çdo javë një te secili nga një herë. Prandaj është udhëheqje me rotacion dhe kur do japim donacionin në fondacionin Rotary, sepse Rotary ka dhe fondacionin, do të thënë është Rotary për antarësi dhe fondacioni. Dhe qëllimi i fondacionit është mbledhja e fondeve për të gjeneruar grante globale. Siç e përmenda më herët me këtë Arch Clump. Po dhe realisht, ne do të thënë kur japim donacion në Rotary Foundation, marrim nga një pin, i cili është Paul Harris. Dhe ai, do të thënë, është do të thënë një nder për ta është pini, do të thënë është fotografia e vet Paul Harris. Dhe pastaj kjo që përmenda më herët Arch Clump ka qenë në vitin 1928 njëri prej presidentëve ndërkombëtar të Rotary dhe një prej presidentëve të Rotary ndërkombëtar dhe ai ka vendosur ka thënë që ne duhet ta krijojmë një fondacion se vetëm me ekzistencën e fondacionit na mund me zhvillu me ecë përpara. Absolutisht. Dhe realisht Rotary përgjatë një viti rotarian që fillon një korrik dhe zgjat deri me 30 qershor të vitit pasues në nivel të distrikteve udhëheqet nga guvernatorët, përderisa në nivelin ndërkombëtar udhëhiqet nga presidentët. Dhe presidentët janë me shtete dhe nacionalitete të ndryshme. Për këtë vit rotarian, që është viti 26-27, është Yinka Babalola, i cili është me, do thënë, nga Nigeria. Dhe ai është udhëheqës, ai ka qenë në vizitë në Kosovë dhe Shqipëri në janar të këtij viti. Kështu që kemi pas nderin ta kemi si musafir. Dhe, do thënë, edhe fakt, kjo është ajo edhe vlera shtuar që edhe në nivelin ndërkombëtar gjithmonë njerëz prej vendeve të ndryshme, kultura të ndryshme janë ata të cilët mund ta udhëheqin. Florentin, çfarë sfidave mundeni mi pas ju si klub kështu në Kosovë? Cilat janë ndoshta s'po dia keni sfida fondet. Po më intereson me ditë nëse keni cilat janë ato sfida që mundeni ju has. Po, normalisht për neve, për shkak se jemi viti 3 si distrikt, është stabiliteti financiar, në kuptim të. Çka do të thënë është që na gjithmonë kur krijojmë projekte, madje gjithmonë po varremi më tepër prej distrikteve në vende tjera. Dhe kemi shumë ide, po gjithmonë po duhet të kërkojmë fonde. Prandaj kemi bërë do të thënë donatorët tonë do ta fuqizojmë, që të kemi donatorët tonë dhe të fuqizohemi me fonde. Kjo nuk e kupton që na s'kemi më kërkuar fonde tjera, por është pak më lehtë kur ne kemi një pavarësi financiare. Kjo është do të thënë njëra. Dhe normalisht që do të thënë ne kemi një komunikim jashtëzakonisht të mirë në procesinë mes të 1000 rotarianëve, po për mua personalisht si guvernatore gjatë udhëheqjes, njëra prej sfidave, brenkave nëse më thonë ka më shumë ti, që nuk e lë dikon anësh që ka dhënë një kontribut, ndoshta edhe pse unë mund me bë pa qëllim një gjë të tillë, mandej mund të ketë hatërmbetje sepse kjo është punë vullnetare. Nuk besoj se pasi që është punë vullnetare, nuk duhet me pas as hatërmbetje se. E di, po prapë se prapë ne jemi njerëz dhe unë do të thënë si breng më të madhe nga edhe po ashtu si udhëhecë kam që më siguro që do thënë edhe nëse është diçka pa qëllim, nuk e do thënë ku më haru që nganjëherë në biznes këtë ne nuk e kemi shumë sfidë është natyrë tjetër. Po normal. A ndodh që për shembull projektet juaja të klubeve në Kosovë që mu realizuan ndonjë shtet tjetër ose të shteteve tjera mu realizuan në Kosovë, a ka kësi lloj bashkëpunimi? Po ka bashkëpunime. Për shembull kemi shumë bashkëpunime, bie fjala njëri prej klubeve, projekteve që është implementuar është për të ndërtuar paqe dhe kemi trajnuar të rinj, shqipfalës dhe serbofalës në udhëheqje. Edhe madje ata kanë ndërtuar disa iniciativa sociale për me tregu se do thënë qysh ndërtohet paqja ndëretnike. Dhe kjo është financuar për disa klubeve në Amerikë. Do thënë ka qenë një
projekti i përbashkët. Po. Ka raste caktuar kur është një projekt i cili implementohet në Rumani, që ka të bëjë ashtu me trajnimin e profesionistëve që merren me fëmijë me autizëm, dhe njëri prej klubeve të Tiranës është klub bashkëpunëtor ndërkombëtar që ka dërguar persona nga Shqipëria për të trajnuar në projektin e tillë. Do të thënë ndërveprimi në mes të shteteve realisht është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe ndodh, sepse kjo është mënyra që shundet me urrit edhe shkalla e vetë projektit, në anën tjetër shkëmbimi i përvojave dhe është edhe më efikase. Mirë, na vetë se arritëm në fund, i kemi edhe 3 minuta deri në fund të emisionit. Unë du me pyet Florentinën kështu pak pyetje personale. I kam disa pyetje unë në emision që i bëj zakonisht edhe nuk i iki asnjëherë. Çka mendon Florentina që ndodh pas vdekjes? Çka mendoj? Realisht unë e shijoj të tashmen, kështu që nuk mendoj pas vdekjes. Po si do të qoftë, çka mendoj unë që ndodh? Realisht do të thënë. Ala skardhe. Po shpresoj që të përgjigjesh për veten i mas shumë viteve jori pas. Jo, do të thënë unë thjesht mendoj që ne do të thënë është aspekti është për shkak se unë jam mësuese e jogës dhe merra me meditim, do të thënë jashtë kësaj. Edhe unë mendoj që shpirti ynë është diçka që kalon dhe gjithmonë transformohet prej një trupi fizik në trupin tjetër fizik. Domethënë beson në teorinë e rimshërimit ose reinkarnimit. Besoj në atë, për shkak se gjatë udhimit tim në yoga dhe ku bëu disa eksperimente të trajtimeve spirituale në këtë rast, edhe mendoj që po, por në anën tjetër të them drejtën, nuk është unë e mendoj shumë në jetën pas vdekjes, prandaj jetën e jetoj shumë të tashmen. Edhe kom në parimin që është pikërisht, do të thënë është më mirë me u pendu se sa më të mbet merak. Edhe një pyetje, çka të merron, çka të frikson shumë? Unë jem shumë tip guximtar në përgjithësi, mirë, jem shumë e guximshme, pa diçka të merron më shumë. Po, diçka të merrosh. Kur skijoj me djalin tim në pista shumë të shpejta, kur ai shkon shumë shpejt. Ajo është e frikshme, po. Ajo është për mua shumë e frikshme, edhe nuk më paramend veten me bën një gjë të tillë. Të tjerat fizikisht e maz vetë. Faleminderit shumë Florentin deri këto momente për dëgjuesit të cilët do jon kyç pak me vonesë, kemi fol për vizionin e Rotary Club që është i forcoj projektet humanitare të mbështesë të rinjtë arsimin, shëndetësinë, bashkëpunimin ndërkombëtar, duke i promovuar kështu vlerat e Rotary. Po pra, kemi fol gjëra gjatë sot për klubet e Rotaris që në Kosovë e në Shqipëri që është, e kemi edhe guvernatorën tonë që është Florentina Dushi. E projektet që bën Rotary janë kryesisht filantrope, projekte që ndihmojnë në komunitet. Pra, kretë ju që dëni me u bua antar të Rotaris, duheni me dhonë, mos me prit me marë. Ose me marë ndoshta në mënyrë indirekte përmes lidhjeve shoqërive që krijohen brenda antarëve të Rotaris, por për projekte gjithmonë duheni me dhonë një kontribut që është pak a shumë vullnetar, edhe që tani në shpirti, tani në zemra. A e thash mirë, Florentin? Shumë mirë e tha. Si Rotarian i vërtet i devotshëm. Veç edhe Genti duhet më na bëj. Unë kom u bashkëngjit. Sa unë e kom atë shpirt. Kom qef me jap. Dina më mirë me jap se kur marr. Po. Kështu që Qështurit të antarësia. Po, qështurit të antarësia, po unë e kom dyshimet e Genti. Jo për diçka, po Genti, për ndryshim, Genti është edhe producent edhe ka studion, edhe ka kohën gjatë limitume. Për këtë arsye. Ska lidhje se na pikrisht kemi shumë evente që na duhen producent. Po, ndoshta isha fokusu pak më shumë te se dhe pjesën e organizimit sociale kemi shumë të rëndësishme, do thënë kur bëjmë edhe evente ndërkombëtare. Po referencën e mire. Faleminderit shumë. Faleminderit, ke shumë kënaqësi.